sidomos këto 50-60 vjet e fundit njerëzit kanë konsumuar shumë prodhime shtazore. E prodhimet shtazore i kanë të gjitha të këqija për aterosklerozën. Ato kanë kolesterolin, ato kanë kalciumin, që janë dy përbërësit kryesor të aterosklerozës, të pllakës aterosklerotike. Dhe njerëzit më përpara nuk kanë hëngër shumë bulmet, dhe ndoshta kanë qenë më mirë. Në shekullin e kaluar, për shembull, kanë pas sëmundje të tjera të cilat kanë dominuar vdekshmërinë. Nuk ka qenë sëmundjet e zemrës. Dikur kanë qenë infeksionet që kanë qenë, dim të gjithë epidemitë e gripit, që kanë rënë gripra që kanë rënë ose infeksionet e tjera për shkak të mungesës së antibiotikëve dhe antiviralëve. Po gjithashtu ka qenë edhe, si themi ne, uria. Domethënë njerëzit kanë vuajtur shumë nga mungesa e ushqimeve dhe këto kanë qenë shkaqet e vdekjeve. Ndërsa mbas në fillim të shekullit të kaluar, domethënë nga viti 1920 dhe mbrapa, njerëzit kanë vuajtur më shumë nga këto sepse janë